Sipas informacionit, një automjet tip Mercedes-Benz me drejtues Radovan Maja nga Borizana është përplasur me një Volkswagen Passat që drejtohej nga Ndrec Ruci nga Mirdita. Ngjarja ndodhi pas ditën e së premtes kur automjeti Benz i drejtuar nga 22 vjeçari Radovan Maja u përplas me një Passat që drejtohej nga 73 vjeçari Ndrec Ruci nga Mirdita. Për pasoja, të dy shoferët mbetën të plagosur rënd, ndërsa pasagjerja Tereza Laska, që udhëtonte në automjetin e 73 vjeçarit, humbi jetën. Përplasja e fortë e dy makinave, të cilat përfunduan jashtë rrugës, la të plagosur edhe një grua e cila ndodhej në biznesin e saj pranë aksidentit. Ajo u godit nga pjesë të makinës Passat, i cili siç shihet në pamjet që po paraqesim, është shkatërruar totalisht. Paraprakisht mendohet që shkaki i aksidentit është ndërprerja e gabuar e rrugës nga Passati dhe shpejtësia te normave me të cilët udhëtonte shoferi i Benzit.